në vijim, ose duhet ta gjejmë një emër të përveçshëm që na garanton të jenë së paku 2/3 e deputetëve të tillë që qëndrojnë në sallë dhe votojnë duke përzgjedhur një emër të përveçshëm në flet votim që e hedhin në kuti, më së largu me 4 mars, ose është tjetra që subjektet politike merren vesh me njëra tjetrën për rrugën përpara. Për të pasur sukses zgjedhja e presidentit, shfaqet e nevojshme që t'i kemi diku 83-45 deputet, jo 80 ose 81, sepse është rrezik i madh që mungoj 1 ose 2 edhe si del dot duhet shkosh në zgjedhjen pret. Prandaj na duhet një shumicë që i afrohet 85-shit, më shumë se sa që ngelet të 80-shit. Kjo do thotë që nuk është situatë e lehtë, por në vijim do të intensifikojmë bisedimet në mënyrë që ta kemi një zgjidhje për çështjen e presidentit, për shkak se përgjithsisht përshtypja është që subjektet politike konsiderojnë që pas atyre 4 palë zgjedhjeve që i patëm, 2 lokale në 2 raunde dhe 2 parlamentare, nuk do duhet që dhe vitin 2026 gjysmën e parë të na marrin zgjedhjet e reja. Ne nuk kemi mbledhur në nënshkrime për askë, për shkak se edhe në rast se ne i mbledhim në nënshkrimet, po e theksoj edhe një herë, ne mund të mbërrim në rastin më të mirë teorik të numrit 66, i cili është aq larg numrit 80. Nuk e mbërrim dot. Prandaj kot ne mund të nxjerrim kandidat. Ndërkohë që 2 subjekte tjera, ato thanë që ne nuk kemi as 30 për nënshkrime, sepse 30 është minimumi për ta pasur propozimin. Kurse ne këtë mund ta bëjmë kollaj. Ne në fakt mund t'i bëjmë edhe 2 kandidat. Mirë, po 66 që është shumë larg numrit 80. Ne nuk mund të nxjerrim, shikoni, ne nuk mund të nxjerrim tash kandidat, edhe është e dëmshme nëse nxjerrim kandidat. Po kam qenë mbrëmje te Basarifat kur u takuam për festimet e përvjetorit të 18 të pavarësisë. Besuam që do të kemi mundësi që të qëndrojmë pak bashkë të rrim, sepse si mi par ka herë, nuk ke një mundësi e tillë dhe e kishim lënë që të takohemi dhe shkuam atje, biseduam për zhvillimet politike, biseduam për shumë çështje